Ministri i Punës së Jashtme i Serbisë Marko Đurić theksoi se është shumë e rëndësishme që Serbia që po merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Shteteve Amerikane, të cilët merr pjesë si vëzhgues i përhershëm si për bashkëpunim ekonomik ashtu edhe për mbrojtjen e interesave kombëtare. Është e rëndësishme që të kemi mbështetjen kritike të vende në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kur vendoset për Kosovën dhe të gjitha temat tjera që janë të rëndësishme për ne, shpjegoi Đurić dhe shtoi se është një avantazh për Serbinë që ka një rrjet të degëzuar miqësie jashtë kontinentit evropian. Pavarësisht pretendimeve të presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Trump sa ai ndërmjetësoi në zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë Bashkimi Evropian pavarësisht këmbguljes së mediave shqiptare, nuk bëri një deklaratë për këtë, por theksoi se vazhdon bashkëpunimi praktik me Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump përmendi përsëri Kosovën dhe Serbinë gjatë fjalimit të djeshëm në samitin e NATO-s në Hag, duke pretenduar se administrata e tij po zgjidh konfliktin midis Kosovës dhe Serbisë dhe se javën e kaluar tha se gjatë mandatit të tij të parë ai parandaloi shpërthimin e luftës. Afati për dorëzimin e aplikimeve dhe listave të kandidatëve për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë me 12 tetor filloi sot dhe zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi deri me 13 gusht, partitë politike, koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatët e pavarur mund të paraqesin një kërkesë dhe një listë me emrat e kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Subjektet politike vendosin vetë se në cilat komuna duan të marrin pjesë në zgjedhje, si dhe nëse do të kenë kandidat vetëm për kryetarët e komunës, për kuvendin komunal apo për të dyja. Testimi i qëndrueshmërisë së konstruktit të urës mbi Ibër u krye nga një kompani e kontraktuar nga Bashkimi Evropian, njoftoi Kvori. Të martën shumë punëtorë dhe kamion të rënd morën pjesë në testim dhe qeveria aktuale nuk ishte informuar për këtë. Zyrtari i Ministrisë së Infrastrukturës Hisen Durmishi tha se ministria bëri testimin vitin e kaluar dhe se nuk e dinte këtë paraprakisht deri para disa ditësh. Sot ai shtoi se testimi i urës nuk ka të bëjë fare me idenë e ndërtimit të 2 urave të reja. Politikologu Ognjen Gogić vlerësoi se qëllimi i autoriteteve të Prishtinës për të filluar ndërtimin e 2 urave të reja midis Mitrovicës Jugore dhe asaj veriore është pjesë e retorikës parazgjedhore, por edhe një përpjekje për të anashkaluar qëndrimin e qartë të Kforit për ndalimin e trafikut rrugor mbi urën kryesore mbi Ibër. Analisti politik Nexhmedin Spahiu beson se komuniteti serb nuk duhet të ketë frikë, por përkundrazi të pres me padurim ndërtimin e 2 urave të reja mbi Ibër, të cilat do të kontribojnë në një lidhje më të mirë midis Mitrovicës Jugore dhe asaj veriore. Petar Ristanović nga Instituti për Kulturë Serbe në Leposavić thotë se njoftimi për ndërtimin e përfaqëson një përpjekje për të integruar Mitrovicën Jugore dhe veriore dhe se serbët shmangën kësaj ideje duke mësuar nga përvojat e mëparshme. Milica Andrić Rakić nga organizata jo qeveritare Nisma e Re Sociale vlerëson se ky njoftim është një formë fushate politike që i pëlqen publikut në Kosovë, por edhe kompensim për premtimin e paplotësuar për të hapur urën kryesore. Milorad Arlovit, kryetari të Këshillit për ndihmën për Kosovë dhe Metohi nga Banja Luka, ju refuzua përsëri kërkesa për të hyrë në Kosovë dhe për të takuar me popullin serb në Graçaniz dhe Gazimestan për Vidovdan. Siç thuhet në njoftim, Arlov dërgoi një kërkesë në zyrën e Kosovës në Beograd të hënën me 23 qershor, por nuk mori përgjigje, që do të thotë se kërkesa e tij për të shkuar në Kosovë me 27 qershor nuk u miratua. Siç deklaroi ai në pjesë vitet e fundit, atij u ndalua hyrja në Kosovë 18 herë dhe nuk mori kurrë një shpjegim. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njoftoi se për shkak të mungesës së rreshjeve gjatë dimrit dhe pranverës, lumejt regjistruan nivelin e ujit dukshëm më të ulët se mesatarja shumëvjeçare. Ky fakt është niveli i ujit i ujrave nëntoksore mund të ketë pasoja serioze gjatë verës,
duke përfshirë kufizimin e furnizim me ujë të pishën sipas institutit. Sipas matjeve të fundet, niveli i ulët i ujit është më i theksuar në pellgun e Drinit të Bardhë dhe më i lartë në lumin Lumbardh pranë Pejës. Nesër do të jetë mot me vranësira më i këndshëm her pas here me reshe shiu dhe bobollimat të cilat do të zgjasin gjatë fundjavës. Një valë e re vape me temperatura mbi 35 gradë është e paralajmëruar për javën e ardhshëm. Nesër do të fryjë erë me fortë veri perëndimore, temperaturat e mëngjesit do të sillen nga 16 deri në 22, kurse ato maksimale ditore nga 26 deri në 34 gradë Celsius.